Allahu subhanahu xhalla është hadithi sakt që Allahu subhanahu xhalla xhelali uran tre gjëra. Qil wa qal, i thash më tha, wa idhatul mal, dhe ta kesh përdorësh pasurinë, dhe wa kathratu sual, dhe bësh shumë pyetje. A kupton? Pyetje pa lidhje. Domethënë, stafullah tash, ta marrim në atë marrim si shembull, do thotë se mos më bë pyetje. Se për shembull janë pyetje që duhet t'i dish, ata bëja mos ta bëj, ti nuk je të bëj pyetje për qef. Je të bëj pyetje, domethënë që du ta di, a është e vërtet kjo gjë, se është e vërtet, a është e vërtet që unë duhet të bëj namaz për kurbanin, as është e vërtet. Ajo që është hak nuk ka argument për këtë, nuk ka, domethënë, namaz të veçantë për kurban, nuk ka. Kemi namaze për shembull nafile, namaze këto, okay. Ama të themun që ky namaz është për kurbanin, nuk ka diçka të tillë. Se s'mund të themun ka kur s'ka. Se ke përgjegjësi para Zotit. Me pyetje të tepërta. Prandaj këtu kanë edhe hadithe. Domethënë ka edhe transmetime, domethënë që Allahu subhanahu xhalla është hadithi sakt që Allahu subhanahu xhalla uran tre gjëra. Qil wa qal, i thash më tha, wa idhatul mal, dhe ta kesh përdorësh pasurinë, dhe wa kathratu sual, dhe bësh shumë pyetje. A kupton? Pyetje pa lidhje. Domethënë, stafullah tash, ta marrim në atë marrim si shembull. Domethënë ne dimë që ka argument sakt që Allahu subhanahu xhelalu çdo natë zbret në qiellin e parë, okay? Ktu nuk ka nevojë të bësh pyetje ti edhe unë. Si zbret që zbret me madhështinë e vet, me bukurinë e vet, ashtu si zbret i madhi Zot xhella xhelal. Për shembull, thot Allahu subhanahu xhelalu, yeselunaka anir ruh, të pyesin o Muhammed për shpirtin. Jo. Kulir ruhu min amri rabbi, shpirti është çështja e Zotit. S'ka të bësh pyetje, po si është shpirti, është i langshëm, është i ngurtë, si është, çka forme ka, nuk ka dhënë Allah azza wa jall hapësirë ty për këtë gjë. Nuk ka nevojë të bësh pyetje, për çka ta bësh këtë pyetje? Më kupton? Jasht. Unë dum pyetje për fetva, do t'i shikojmë gjërat, kur dum pyetje për fetva dhe du ta di, a bën as bën, a ta bëj këtë veprim, a mos ta bëj këtë veprim, atëherë kemi patjetër me pyet. Ashtu siç kanë pyet në kohën e Profetit alayhis salam. Profeti alayhis salam i ka lavdru gratë ansarve. Cilët gratë ansarve? Gratë që kanë qenë të Medinës. I ka lavdru. Pse i ka lavdru? Sepse nuk kanë pas nguroj dhe nuk i vintin turp, pyesnin Profetin alayhis salam për çështje fetvaje. Domethënë i ka lavdru për guximin që kanë pas ato gra. Domethënë duhet i dallojmë dhe ti bëjmë pak një ti kuptojmë gjërat zero. Domethënë që nëse janë pyetje fetvaje që duhet ta di a bën as bën, atëherë nuk kam patjetër me pyet. Pse? Sepse Allah azza wa jalla thotë iselu ahli dhikrin kuntum la ta'lamun. Pyesni dietarët nëse s'dini. Ama të bëjmë pyetje pa lidhje. Nëse shkojnë në han, unë analizoj për shembull, vetëm pak ta shpjegoj. Pyetje pa lidhje. Nëse shkojnë në han, ka të kthehem unë atje, si të falem. Subhanallah. Pyetje kjo pyetje koti. Nuk ka nevojë me argju frymën me këtë. Më kupton? Ato janë dije, domethënë kur ke Sura al-Bekara, historia e Bekarës që është përmend Kur'an, historia e lopës që është përmend Kur'an. Do thonë që pyetjet e shumta që bën ato arritën deri në atë shkallë që e kanë ble atë lop, sa qime në trupin e vet ka pas ai lop, aq e kanë dhënë parë. Pse? Për pyetje, Allah azza xhel thotë merre pritë një lop, u kry puna. S'ka rëndsi, e bardhë zeza si është lopa, e madhe e vogël. Lop, merre pritë. Jo ne duhet ta dinë çka lopa është, çka ngjyrë ka. Atëherë sa më shumë kanë bërë pyetje, aq më shumë ja ka vështirësuar Allahu subhanahu xhela. Prandaj duhet dimë ne, kur Allah azza xhel thotë bëu diçka të marr abdes. Merrni abdes. Po pse duhet marr abdes unë? Po pse namazin duhet ta fal unë me abdes? Pse nuk bën namaz pa abdes? Po pse femra duhet ta falë namazin pa shami? Po me shami, pse mos ta falë pa shami? Këto janë pyetje? Domethënë që vërtet janë ndaluar, dhe këto janë pyetje kotit. Pyetje kotit, dhe këto janë pyetje që i urren Allahu subhanahu xhela. Nuk kry, do marrë do falesh namazin, femra e fal me shami u kry. Nuk ka nevojë këtu me debatu pse unë duhet ta falem me shami. A kupton? Pse unë duhet falem namazin me abdes? Po këto janë rregulla, nuk ka këtu të bësh pyetje ti. Këtu vetëm duhet ligjesh dhe duhet veprosh, u kry puna.
Për çështje që i ke patjetër ti dish, kemi patjetër edhe me sqaru njerëzve për shembull, kështu që janë të lejushme. Wallahi ti mos vjen. Duhet ta dim se kur duhet me pyet dhe duhet ta dim dhe kur duhet me hesht faktikisht. Shumë mirë. Ato kanë bërë pyetje, domethënë pyetje që nuk kam pas nevojë të bëhen ato pyetje. Unë ta thash që në fillim. Domethënë kanë bërë pyetje, sidomos Beni Israilet, kanë bërë pyetje të tilla që nuk kam pas nevojë me bë pyetje të tilla. Am kupton? Domethënë që nuk kanë pas ndaj përfitim, vetëm e ke parasysh kur dikush ka diçka vetëm pyet kot e kot? Po të zonë ngushtë, si me thonë të nisi. Jo me të zonë ngushtë, ama sepse ai besimtari si besimtare din që çka duhet më pyet dhe çka nuk duhet më pyet. Siç e tham në atë rastin për shembull te historia e surës El-Bekara. Kjo është shembulli më i qartë. Shikosh për shembull që Allah Azza wa Jell ka thënë priteni një lop. Edhe u puna, nuk ka thënë Allah Azza wa Jell, nuk e ka thënë cilësitë të tjeta lopa kështu. Allah Azza wa Jell thjesht ka thënë priteni një lop. Kush i ka po pyetjet e tepërta? Njerëzit. I kanë thënë Musa alayhis salam, po mirë, ç'a lope? Po mirë, çka ngjyre? Po mirë, a është që jep qumësht, a është pa qumësht? Am kupton? Këto nuk Allah Azza wa Jell nuk ja ka rëndu atyre këty. Vetëm i ka thënë prisni një lop. Dhe Beni Israilet nuk është se vetëm këtë kanë bërë pyetje, por edhe pyetje të tjera. Po kjo shembullet. Pastaj edhe tash subhanallahu bësh pyetje me lajë çka gjenie kanë, që intereson ty. Kupton? Si këtë surë El-Bekara në fund, semi'na wa ata'na. Me thonë, dëgjojmë dhe unë ashtu. Nuk ka nevojë për pyetje të tepërta që ti vetëm e bën ti je për ku e diun filozofosh, për shpirtin si filozofët, çka është shpirti, si është shpirti, a është i ngurtë, a është i langshëm, a është i gjatë, a është i shkurtër, ç'është është, ne musliman këto Allah Azza wa Jalla ka thënë, domethënë e ka prerë, nuk ka këtu pyetje për shpirtin. O kry, yeseluna ani ruh, kulli ruhu min amri rabbi. Pyesin për shpirtin, shpirti është çështja e Zotit. Yeseluna ani sa, pyesin ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur do jetë kiameti? Ditonina është Allahu subhanahu xhela xhelalu. Nuk japim ne kur do bëhet kiameti 2030, 2035, 2028, 2029, ne nuk hym këto çështje. An kupton pse? Ata e din vetëm Allahu subhanahu xhela xhelalu. Prandaj edhe po ta them, pyetjet bëhen kur ti don fetva për vetin tënd, don fetva për namazin, don fetva si ta bësh diçka, an kupton? A është në rregull, as është në rregull? A pyetje që nuk kanë logjik, dhe pse bën ti atë pyetje? Këto janë të urryme që i urren Allahu subhanahu xhela xhelalu.